E kam një poezi të ndër. Hajde. Ashtë një diell. Ashtë një diell që rron mbi flokët e mia. E i ban hije shpirtit, fanitet parasysh, sa herë kam ftot. Në zemër, e kam një diell që u ban ball reve, mi tremb horlat e gogolat, ma rrit andrën. E më shtyn tuneleve ku kam frik me ecë. Ashtë një diell që zgjohet për dritën teme. Po, kjo është poezi për nanën. Kjo është poezi për nanën. Ai diell është nana. Po. Ama ti ke edhe një poezi tjetër që lidhet me nanën, me fustanin e nanës. Figurën e nanës, po. Shumë mirë që lexohet këtë poezi rezult se unë nanën e kam nga Drenica, edhe kur kuptoj që po vinë libero më tha, mos haro me më përmend. Ja tamam puna. Nga Drenica ku? Nga fshati Krajkovi, Drenicës, dhe një pjesë shumë të rëndësishme tjetës e të kujtimeve tjetës i kam atje. Edhe është, unë them që Kosova është dielli i shpirtit tem edhe gjithmonë është kënaqësi shumë e madhe kur vi këtu. Faleminderit shumë. Me atë poezi që e përmenda unë ke marrë çmim të parë. Po, në festivalin Takimet e Poeteshave Shqiptare në Vushtri është një festival cilin unë e doja shumë, për një motiv shumë të rëndësishëm, sepse ishte i themeluar nga çifti Buqinca, një çift që unë i admiroj për shembullin e jashtëzakonshëm të çiftit që edhe dashurisë që e kanë, ata kanë nisë gjithmonë krah për krah njëri tjetrit edhe përdore me njëri tjetrin edhe kanë kriju përveç këtij festivali edhe tjera gjana shumë bukura për gratë në Kosovë, janë misionar të shkollimit të vajzave, kanë shkuar shtëpi për t'i binë vajzat të shkollohen dhe unë mendoj që nuk ka në historinë e shqiptarisë njerëz më të rëndësishëm se sa ata që janë mundu për shkollimin e vajzave. Kështu që në gjithë Shqiptarinë ka personalitetet që kanë qenë pjesë televizjeve që i kanë binë vajzat të shkollohen dhe mendoj që ata janë shqiptarët më të mëdhej që kanë ekzistuar dhe që vazhdojnë të ekzistojnë. Po, kam qenë pjesë aty. Mund na recitosh poezinë që të bisedojmë pastaj për tematikën? Mundet. Është hera e parë që po recitoj kështu pa letër edhe po mundohem me kontrollu emocionin se është emocion shumë i fortë. Fustani i nanës. I but fustani i nanës si zemra e qikës. I kuq, si turpi që ulet në qerpik. I bukur si pranvera e hershme. Rri gjerdanit me lule shumë. Vjen të ungulfat, shtrëngohet për kërthis, ku këputën kordelet e litha nyje për shpirti. E mandej zvaritet fundit kamve me një dantel zbehun, që ka marrë pluhnin e viteve, që shkeluna me themrat lodhta. Nana ka dasht me ma falë, e kam vesh, kur isha lule pranvere. Rotullohesha me syka qeli të i davarit dantelat në për aer bashkë me gazin e fminis. E tu rrit stina, nisa me njofta aromat e jetës.